A është sektori hidrokarbureve një sektor që bazohet në parimet e konkurrencës lirë ndershme midis operatorëve? Fatkeqësisht ja. Ne e dim shumë mirë, janë disa operatorë që kanë uzurpuar tregun. Ata e kanë 3-4 janë importuesit kryesor. Mund të kesh 100 pika karburant në gjithë Shqipërinë, po 4 janë ata të cilët dominojnë tregun, sepse ne prodhojmë naftë bruto, po nuk prodhojmë naftë për makinat. Është naftë e cila tërësisht eksportohet jashtë, e cila për fajin 35 vjeçar të politikës shqiptare, më thonë të do të kishim një rafineri të ndërtuar, shqiptare nuk e kemi rafinerin tonë. Dhe ato që prodhojmë ta kishim përdorur. Kështu që neve çdo konsumi që bëjmë, dhe konkretisht 750 milion litra të vitit kaluar, 750 milion litra, 750.000 ton, ta themi ndryshe, që janë konsumuar në Republikën e Shqipërisë vitin e kaluar, vitin 2025, janë të tëra import. Duke qenë se janë të tëra import, normal që do kenë ndikim edhe në tregun vendas. Fakti që kemi pozicione oligopoli në sektorin e hidrokarbureve, pra që para të saktojnë praktikisht se sa do jetë edhe norma e fitimit, sa do jetë çmimi praktikisht tregun final, këto masa duhet shoqëruar automatikisht edhe me masat strukturore të sektorit hidrokarbureve, ku duhet vrarë ky pozicioni oligopol i tyre firmave kryesore. Janë rreth pozicion oligopol. Ulin atje në tavolizit që jemi ulur ne këtu dhe thonë sa ta vendosim nesër çmimin e karburantit. Sa ta vendosim ne, sa lek do fitojmë neve nga kjo anije që kemi zhdoganuar sot, që kemi futur atje në depozitat e Porto Romanos, kur ta zhdoganojmë, kur ta fusim në tregun shqiptar, sa para do fitojmë ne.